Pranvera Hyseni, vajza nga Kosova që ngriti ëndrrën drejt yjeve. Astronomia kosovare Pranvera Hyseni është nga shembujt më frymëzues të brezit të ri shqiptar në shkencë. Nga një vajzë më gjepsur prej qiellit, ajo arriti të shndrojë pasionin për astronominë në një projekt që sot ushtron mijëra të rinjve në Kosovë. Interesi i saj që në fëmijëri kur përjetoi eklipsin total të diellit të 11 gushtit 99, në Kosovë të sapo dal nga lufta ku infrastruktura astronomike pothuajse mungonte, Hyseni nisi të krijonte kontakte me astronomë ndërkombëtar dhe të ndërtonte gradualisht rrugën e saj të shkencës. Në vitin 2015 ajo themeloi Astronomy Outreach of Kosovo, organizatë që solli teleskopët, vëzhgimet astronomike, ligjërata dhe aktivitetet shkencore më pranë nxënësve, studentëve dhe publikut. Ëndra më e madhe u realizua me 20 qershor 2024 në Shtime, ku hap observatori dhe planetarium kombëtar i Kosovës, rezultati i një përpjekje shumë vjeçare për të krijuar infrastrukturë të mirëfillt astronomike në vend. Kontributi i Hysenit është njohur edhe ndërkombëtarisht. Asteroidi 45687 Pranvera Hyseni mban emrin e saj, ndërsa në vitin 2019 logo e organizatës u fotografua në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Historia e Pranvera Hysenit dëshmon se dhe nga një vend i vogël mund të lind një ëndër që arrin deri tek yjet.